Zoti Lapaj, nisja e sesionit parlamentar ju gjeni ju pa mandat deputeti dhe pse keni marrë 64.000 vota. Ironi më të madhe? Nuk ka. Një luftë edhe me ashpër dhe groteske është zhvillua mes jush dhe Endri Shabanit, pjesë tjetër kjo, gjendje tjetër, ku në fund mund të themi se ai fitoi, pasi sabotoi hyrjen tuaj në parlament. Pse mbritët deri këtu? Unë dua që ne të bëjmë një bisedë të hapur, dhe ndoshta edhe njerëzit për shembull kur bisedat janë të hapura, na kuptojnë. Por këtë, e di ti dhe përgjigja është ende. Ndihmoni çik me ajrin të jetë më i ftohtë. Se jemi në verë të nxehtë, pavarësisht se ka ardhur vjeshta. Me pyetjen e fundit, pse mbritëm deri e para. Kjo është pyetja e parë. Po prapë. Po themi që është një luftë e ashpër, dhe e para ti ke marrë 6.000 vota dhe në mënyrë të çuditshme, ti nuk hyn as në parlament me këtë gjendje që edhe që krijuat vetë, por që edhe ka krijuar dy leadershipet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për interes të veta, me kodin që kishin. Kuptova. Por dhe me atë që krijuat vetë. Faleminderit. Krijuat një situatë shumë qesharake për vetë. E para falenderoj për ftesën. E dyta, kjo që ju sapo rreshtuat në një linjë kronologjike, tregon qartë atë për cilin unë kam vite që bërtas në këtë vend. Kapjen e sistemit nga dy njerëz. Kapjen e sistemit nga një pakic e cila ka marrë peng një popull të gjithë. Dhe në fakt, e gjithë beteja është eksaktësisht për këtë gjë. Për zhbërjen e këtij sistemi, që nuk lejon një njeri të garojë, që nuk lejon askënd të ketë aspirata për të mos u rreshtuar të këta të dy. Dhe ajo që ka ndodhur është e vërteta pa rroba e sistemit që ata dy njerëz kanë ndërtuar. Një sistem i cili si të gjithë e para njëre fragmentarizon votën, e dyta pasi merr shumë votë sërish mekanizmat e tyre me listat e mbyllura nuk të lejojnë të garosh, dhe së treti, as ato forca politike që duan vendosin garën në sistem nuk i lejojnë përmes ligjit elektoral. Do thoni ju me të drejtë, po ju e dinit këtë, pikërisht se e dinim, dhe e bëm këtë betejë për të ekspozuar në çdo dimension këtë të keqe që ka kapluar vendin. Dhe kjo është nëna e të gjithë të këqijave që burojnë në këtë vend. Se ju e dëshmuat që pasi sulmuan me balt nga zhroan, pasi shpifën e çfarë nuk bën, sërish ne arritëm që në finale t'i çonim 64.268 shtetas të na votoni te kutia e votimit dhe të numërojë kjo votë. Se janë dhe një 16.000 vota të pavlefshme, kanë qenë rreth 80.000 shtetas si na kanë votuar ne. Dhe pasi ndodhi e gjithë kjo, dhe u doli tej parashikimeve, si mund të lejonin ata që Lëvizja Shqipëria bëhet të çonte në parlament një njeri që përfaqësonte 80.000 shqiptar të lirë dhe të shkonte në parlament përmes garës, jo si emëruar, përmes garës së lirë, përmes listave të hapura. Dhe kur e pan që nuk e joshën dot drejtuesin e kësaj lëvizje, me metodat e tyre që ti di më mirë se unë, se je goxha më i njoh mirë. I nje mirë, pasi nuk e joshën dot lëvizjen dhe drejtuesin, përdorën kalin e Trojës, që fatkeqësisht ka ndodhur në histori këtu e mira vite që gjithmonë gjendet një tradhtar, për të ndalur misionin ton për aplikimin e listave të hapura. Kjo, i nderuar, është dëshmi e qartë që jo nuk duhet të demoralizohemi, jo nuk duhet të mërzitemi, jo nuk duhet të ndalemi, por duhet ta shumëfishojmë punën tonë pasi kemi gjetur eksaktësisht thëmrën e akilit. Kjo është, dhe aty do goditur. Fakti që rezistenca e tyre është kaq e madhe për të mos lejuar as një mandat të vetëm, një mandat një. Çfarë do t'u bënte në numra një mandat atyre në 139 të tjerë? Qeverisë që ka marrë 83 mandate, çfarë do t'i bënde një mandat atje? Jo, nuk që puna i mandati, nderuar. Që puna që të mos lejohet modeli i atyre që vinë përmes garës, modeli i atyre që sjellin vlerat, sepse po të shkonte deputeti jon i zgjedhur përmes garës në atë sallë, do të ishte një deputet me një mandat që përfaqësonte 80.000 shtetas vunete,
dhe një deputet i lirë, i pavarur nga kryetarët e partive. Kaq. Kjo është betejë. Por, ju thoni përdorën kalin e Trojës. Por, pyetja ime është shumë e hapur dhe ju do të përpiqeni të më bëni një përgjigje sa më të hapur. A është naivitet nga ana juaj koalicioni me Endri Shabanin? Përse ju duhej ky koalicion? Me një parti që kishte garuar dhe më parë dhe nuk kishte patur asnjë rezultat, domethënës. Pse ju duhej ju kjo? Faleminderit për pyetjen. Pyetja është e drejtë. Ne dhe ju jeni dëshmitar, vendosëm politikisht të dëgjonim vullnetin qytetar në atë periudhë për t'i shtrirë dorën e bashkëpunimit të gjitha subjekteve që konsideroheshin të reja. Se dhe aq të reja nuk ishin një pjesë, jo, po që në zhargonin publik u trajtuan si subjektet e të res, të rinjt. Dhe i shtrim dorën të gjitha subjekteve. Nga këto subjekte, pranoj të bëj pjesë një smathullje. Marë dhe referuar shifrat, ju keni të drejtë, është ashtu si shtoni ju. Por ne nuk jemi nisë në asnjë rast nga llogaritja e shifrave, jemi nisur nga llogaritja e modelit. Pra ne i shtrim dorën e bashkëpunimit për t'i dhënë qytetarëve mesazhin që po, këta që dalin në sondazhe, Lëvizja Shqipëria Bëhet që del në sondazhe, forca e tret politike me 8% deri në ditët e fundit, kur u vendos koalicioni, në rafsh kombëtar, po, bën marrëveshje me një forcë politike që del 0,2%. Po pse e bën? E bën për standardin. Nuk e bën për matematik. E bën për t'i dhënë qytetarëve një model që këta nuk kanë ego të sëmura. E bën për t'i treguar qytetarëve që po, Adriatiku dhe të gjithë anëtarët e lëvizjes janë të gatshëm të hyjnë në garë dhe me subjekte të tjera brenda të njëjtit koalicion për të mbjehur një farë të re të modelit të garës. Por siç e pat, dhe për këtë mua më vjen pafundësisht keq, dhe sigurisht nuk do lodhem kur së kërkuar ndjes çdo qytetari për sa mund ta bëj unë, subjekti në fjalë pas kësht që në krye të herës me mendimin e keq. Tani do thoni ju, po ju duhet ta kishit parashikuar se e përdorët fjalën naivitet me të drejtë. Po, për politikanin kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Po unë nuk jam një politikan i zakonshëm. Jo, dhe për gjithë politikanët e botës. Po. Edhe të gjithë vinë nga shkolla, ata që vinë nga shkolla përndimore, bëjnë manovra është e vërtet. Më të rëndësishme se kjo. Unë nuk kam turp ta pranoj që unë nuk jam një politikan as i shkolluar për politik, e as i kalitur në parti politike të vjetra të cilat kanë trashëgimi mendimi brez pas brezi. Unë Adriatiku, me gjithë ekipin që përfaqësoj, jam një djalë që kam qenë 13 vite aktivist në këtë vend, duke qenë një ndër organizator dhe udhëheqësit e protestave më të mëdha të këtyre 13 viteve, në vazhdimsi, dhe jam një avokat që e ka vendosur profesionin e vetë, përveç se në funksion të jetës dhe familjes vetë, dhe në funksion të publikut, duke ndjekur kauza publike, dhe kam menduar dhe po angazhohem për ta transformuar këtë vend me sa të mundem në drejtim të demokratizimit të tij. Ju me të drejtë thoni naiviteti. Tani, cili është gabimi? Që i shtriva dorën e bashkëpunimit? Cili është gabimi? Që ne donim të fusni modelin e garës? Ju jeni ndërgjegjshëm që unë mund ta kisha rendit veten të parin në listën e Tiranës, në listën mbyllur dhe sot s'do kishim asnjë diskutim. Por ajo që kemi bërë ka qenë në funksion të promovimit të garës. Sepse një ditë gara duhet të hapet dhe do të hapet. Edhe me koston e kësaj që ndodhi, edhe me koston që na është hyrë. E kam fjalën Adriatik. E kam fjalën për që politikanët shpesh janë fitues kur ata parashikojnë. Janë si trajnerët në sport, në futboll po themi. Në futboll pas rezultatit dhe unë mund të flas gjithë ditën. Trajneri është përgjegjës dhe flet për para garës. E vërtet. Për para ndeshjes. E vërtet. Dhe ti në këtë rast, pa e themi në mënyrë metaforike, je trajneri. E vërtet është. Dhe sheri juaj, përveç aspektit personal dhe përdorimit të Dajës Shabanit për t'ju djegur, kishte edhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishme. Atë që përmendet i listat e hapura, që ju fatkeqësisht i qesh reagzuat. Lufta për listat e hapura përfundoi në komedi. Do me thënë, më keq se që ka bërë Nanua, më falë, Rama me Berishën.
Rama me Berishën 2008 kanë bërë këtë kod që është për t'ja hedhur, nuk e hanë as qentë, këtë kod. Jem dakord për këtë. Po, jemi shumë dakord. Unë jam dakord, kam shumë kohë që jam dakord. Edhe para se të hynje ti fort në përpigjeshe. Votove kësa ere. Jo, unë nuk votoj me, se pas Sanjollës im kam betur këtu, që të shmendrit. 4 muaj? Thonë Delboja. Pas ka qenë cilësore. Kam dërmën të votoj. Pas ka qenë tender cilësore. Po, cilësore, po. Po. Po të votoj dhe 3-2 herë, unë për shembull të mbush gishtat të vetë. Mirë, okej. Tani, ja, pra, kemi të bëjmë me një rast ku ju e shëmtuat edhe më shumë atë që kishë bërë Rama me Berishën. Atë kod elektoral, që ndërtuan ata në vitin 2008, do me thënë vetëm për të përfituar për vete, ju e shëmtuat e më keq. Ja, le të ndjekemi sinkron. Sinkron e një të lutem, regjia. E shoh që nuk ka shumë informacion për listë e mbyllur, listë e hapur, dhe këtë e shfrytëzojnë partitë e vjetra, të cilat përpiqen të manipulojnë opinionin publik me shpresën që t'ia hedhin tek kësaj radhe. Dhe ku ka më mirë se ta më shpjegoj me moll. Unë që kam qenë i vogël, kështu e kemi mësuar shumëzim, zbritje, mbledhje, pjesëtim me moll. Tani, kjo është lista e mbyllur e PD-s ose e PS-s. Kjo është lista e hapur e PD-s ose e PS-s. Ti shkon, edhe thua më pëlqen kjo. Kjo molla këtu më duket bio, më duket shnetshme, kjo ose është kjo, ose edhe zgjedh këtë duash. Kur vjen rradha për t'i marrë për t'i futur në shport, thot ai matrapazi aty, thot shiko, thot ti do i marrësh të që deshe, thot pas si fillim do marrësh të dyja. I thua ti po si kam zgjedhur, po thot marrësh to një herë, pastaj nëse ke vend ke shporta për 3 mollë, thot do marrësh edhe këtë që zgjodhe. Po deshe, thot vetëm këto dyja do ke. Tani i merr ti, po ti se di fare çka ka këtu brenda. E merr ti, e hap. E zëm për shkak hap flamur nokën, ose hap këtë Teddy Blushin, ose hap Taulant Ballën, të deli krimbur. E ke ngrënë, sepse ti nuk ke pas mundësi me zgjedh. E hap të tjetrin për shembull, Taulant Ballën e PS-s, i ka hyrë krimbi i korrupsionit. Ne si nisma Shqipëria bëhet, kemi zgjedhur që këto mollë ti hedhim fare dhe t'i japim mundësi votuesit të zgjedh dhe të marrë atë që ka zgjedh. Pra, zoti Labaj, si që pa më sinkronin, ju dhe zoti Shabani përfunduat më keq se Rama dhe Berisha. Pra partitë e vjetra që ju, zotëria dhe ju i anatemonit, u serviret votuesve molla akoma më të kalbura se partitë e vjetra. Çfarë do t'ju thoni sot shqiptarëve për këtë? Tani, ti marrin pak me radhë, se... Jo, këtë të mollëve, pastaj do marrin me radhë shumë gjëra, pa me radhë, çfarë duash ti? Tani, në mënyrë figurative, jo mollë, një mollë e morin qafë që në gjenezë këtë punë. Si? Me Evën dhe Adamin, ajo mollë. Dakord. Tani, ajo që dua të them është kjo. Leti marrin pak me radhë se ju përdorin termin ju. Duke përdor termin ju, po flasim për të shkuar. Vendosni pa dashje ndoshta një shenjë barazimi. Jo, nuk e bëj këtë unë. Po jo, po... Se kam baraz atëre. Po jo, po t'ja u thosha, nuk mund të... Tani ta marrim me radhë. Jo, ta marrim me radhë. Nuk e bëj. Ta marrim me radhë. Tani, e pat ju atë shëmujnë me mo? Po. E disa ere kam parun të zyra dhe mija atë shëmujnë. Si ke përra? Po, më vinde aty me mo. Ja. Mante mollë aty kjo? Por zotri tani. Tani ti, por zotri. Të ludem. Nuk ka, si. Po të ludem tani. Po i ndronit se pasaj mos kalbeshin fare ato, po që se ka ndonjë për një kohë të gjatë. Do më diqosh mua këtu. Tani, por zotri. E ti sa ere kam gjuar këtë leksionin e garës, unë edhe të move. Se ti se kuptojnë e mirë këtë. Të kalbërat, po pasaj i ndronë të këme të kalbërat të tjera, gjithë të kalbërat se këto. Ajë që po them është, mund të më bëni me faj për çdo gjë. Po nuk mund të më bëni me faj përse besova... Mollët e mbyllur edhe këtë, kyta pas ka fotur ti këtë listën e mbyllur. Që të bëj një kaos të përbashkët për atë që unë e konsideroj një nga gjërat më të rëndësishme për angazhimin tim publik, që është hapja e garës në këtë vend. Unë jam në këtë rrugëtim politik publik për atë kaos dhe do jem deri në fund për atë kaos, hapjen e garës. Dhe kur ti shikon që në kaosën që beson, vjen dhe një aleat, vjen dhe një tjetër, sigurisht mu që je dakord për të ecur përpara në këtë drejtim. Tani, Kaini dhe Abeli, vëllezër. Kaini dhe Abeli, po. Po e vrau Kaini Abelin, e tradhtoi. Që atëhere? Ose po të vim të popu jonë,
Pa e them këtë për të kuptuar që tradhtia nuk është një gjë që ka imunitet secili nga ata që na ndjek. Përpara do të ishin tradhtuar se. Mor zotri, edhe një herë. More trothon burri gruan, gruaja burrin, miku mikun, shoku shokun, ka ndodhur. Nuk po të ngarkojmë. Jo të gjithë janë maskarinjur, jo të gjithë janë maskarinjur. Po e vërteta është që historia e njerëzimit kalon në këto fenomene. Do thoni ju pse se parashikuat. Po tani më i zgjuar isha unë se Gjergj Kastrioti që nuk e parashikoj që do ta tradhtonte një. I përdorit gjithë justifikimet, po popullata që na ndjek. Popullata e ka kaq të thjeshtë. Nuk e hante për shembull. Shumë pjesë e mirë e popullatës këto mollët nuk e hante. Po ta shpjegoj. Tani po ti ish për mollë të kalbura, Saliu dhe Edrama të sillnin tonelata. Mirë, tani do më lësh ta mbaroj. Ti tani po ti pretendon që unë jam më i zgjuar, kam qenë më parashikues. E më i zgjuar se Jezu Krishti? Por zotri, Jezu Krishtin e tradhtoi ka Iskarioti atje, diti apo jo? More figura shumë të lashta. Po i mora për të bërë të kuptosh ty dhe çdo një. Se ju doni të humni të mundni të Edi Ramën dhe Sali Berishën me armët e veta. A ta mbaroj ta? Por kush e krijoi këtë? Ata. Ata jo sollnju. Jo pra jo, këtë sistem. Jo, sistemin e di më burr. E di se ka qenë 2008 kur ishe ti. Që ju kush e futi këtë lloj liste? Që përfunduat në njerëz qesharak. Ju mund të pjesni nuk kemi përfunduar, se prapë e përdor në shumës, s'keni. Për çfarë? Ore kush e beri? Thuaj njerëzve tani. Pa në sokon ti e ke pas të ftuar këtu. Pse se pyete? E ka sjell si propozim Endri Shabani. Kaq. Në rregull? Pano është i qartë, është më i qartë nga gjithë për gjërat. Në rregull. Nëse ka një njeri të qartë, jetë historisht Panoa. Mi ka thënë mua. Tani i diti. Po. Kjo është histori. E ka sjellaj, okej. Tani, jo për të ikë përgjegjësisht, po e vërtetë. Jo, nuk po them, nuk ka lidhje, nuk ka